Derisa nga Kosova presim rezultatin më të mirë sonte në futboll gjatë ditës u mësua rezultati votave nga diaspora. Ato nisën të numërohen nga mëngjesi e shumë prej tyre edhe u refuzuan. Zarfi i mbështjellur mirë tregon edhe për rrugën e gjatë që ka bërë. Të shtunën në qendrën e numërimit dhe rezultateve, flotvotimet e ardhura nga diaspora hapen me kujdes dhe vendosen nëpër tavolinat përkatëse. Pastaj si rëndom, çdo vot numërohet, vëzhgohet e verifikohet nga ata që janë të thirrur për këtë punë. Por jo secili qytetar që votoi jashtë Kosovë për balotazhin e 9 nëntorit ju pranua vota. Nga procesi i vlerësimit të 12.018 pakove të supozuara me fletvotime, pra që deri më tani janë sjellur në Kosovë, janë aprovuar 8.932 prej tyre, ndërka që janë refuzuar 3.086. Arsyeja më shprehur se pse janë refuzuar këto pako është se në 3.009 raste mungon dëftesa e regjistrimit. Për shkak të largësisë në Kosovë ende nuk kanë bërritur 519 pako nga SBA-t, Kanadaja e Australia. Gjatë ditës së premte është përmbyllur procesi i vlerësimit të 12.018 pakove të supozuara me fletvotime që janë sjellur deri më tani në Kosovë. Për shkak të largësisë ende nuk janë sjellur në vendin tonë 519 pakot me fletvotime që i takojnë kutive postare të shteteve të ndryshme si SBA, Kanada dhe Australi. Elizi tha se gjatë 11 dhe 12 nëntorit janë tërhequr gjithsej 13.084 pako të supozuara me fletvotime nga 22 shtete, ndërsa numri i votuesve të regjistruar me post për këto komuna është 29.752. Në platformën e KQZ-s të shtunën janë publikuar edhe rezultatet nga procesi numërimit të rreth 750 zarfeve me fletvotime me kusht dhe 1441 fletvotime nga votimi i personave me nevoja të veçanta. Si përfundim, votat me post nuk sollën ndonjë përmbysje rezultati. Ndikim më të madh patën Viti dhe Mamush, ku ngushtuan diferencën mes fituesit dhe humbësit. E në shumë komuna të parët me votat të diasporës, dolen ata që ishin të parët edhe pa to. Të zjarrtë patën festën sepse të ngushtë kishin dallimin në vota. Në Mamush, në raundin e dytë të zgjedhjeve, Abdullah Krasniqi nga KDTP doli vetëm 212 vota para oponentit të tij Fikret Marina. Por ky i fundit e ngushtoi goxha shumë diferencën me votat nga diaspora. Ai mori mbi 83% e tyre, apo 186, kundruall Krasniqit me 37, apo mbi 16%. Si përfundim, KDTP ruajti fitoren në komunën me shumicë turke, por përfundimisht vetëm me 73 vota dallim. Diferenca pas votave të diasporës u ngushtua dukshëm edhe në Viti. Për dallim nga raundi i parë në të dytin, shumicën e votave me post i mori vetëvendosit 317, kurse LDK vetëm 234. Këto 83 vota plus të VV-s bën që me rezultatin përfundimtar, LDK të jetë e para me vetëm 136 vota dallim, duke ju siguruar edhe një mandat kryetarit aktual Sokol Halitit. Edhe në Juni, ku dallimi mes Rushdi Shehu të LDK-s e Agron Kuqi të AK-s ishte veç 303 vota, 928 votat nga diaspora kishin gjasa të shkaktonin përmbysje. Por ndodhi e kundërta, pasi që mbi 61% e tyre i mori kandidati Shehu, duke thelluar fitoren e tij me rezultatin përfundimtar. Gjashëm ndodhi edhe në Sharr, ku edhe atje kandidati LDK-s mori mbi 65% të mbi 1300 vota nga diaspora, duke thelluar e përsinë e fitores së tij kundër kandidatit nga PDK. Mbi 65% e vota me post i mori edhe Zënën e Leza i AK-s në Klin, duke rritur totalin e vota përkundër Sokol Bashutës së PDK-s. E mbi 68% i rembeu edhe Arjan Gjinin Zhakov, duke thelluar diferencën ndaj Arjan Golës së VV-s. Edhe kandidati tjetër i AK-s, Bali Muharrema, i rezultoi i pari nga votat me post, duke mbanë mbi 55% e tyre, e duke u rizgjedhur edhe me Benjam kryetari Suarekës. Votat e diasporës shkuan dhe fituesi edhe në Pej, Gazmen Muhaxhiri atje mori mbi 56% e tyre, duke lënë edhe me prapa Taulant Kelmendin e VV-s. Si i pari edhe me votat e rregullta të vendvotimeve, mbi 70% e vota me post i mori edhe Faton Peci në Mitrovic, ndërsa Valon Prebreza në Fushë Kosovë mbi 66% dhe Halil Thaçi në Obilish mbi 77%. Ndryshe nga këta tre,
Kandidatët tjerë të vetëvendosjes që humbën zgjedhjet në Kosovë dolën të parët me votat të diasporës, por ato s'ishin të mjaftueshme për të prekur rezultatin. Hajrullah Qeku mori mbi 70% të vota me post në Prishtinë, Artan Abrashi mbi 58% në Prizren, e Suleman Meholli mbi 70% në Vushtre. Edhe Jetan Rakës në Kashanek ani pse i mori mbi 66% të vota me post. Nuk i mjaftuan për ta përmbysur rezultatin e Sabedin Vishit të PTK-s, i cili përfundimisht u betonizua si fitues me diku mbi 350 vota diferencë. Një diaspora Sindi Maja Sali Dulës e vetëvendosës në Rave ani pse edhe mbi 59% të vota për t'ja përmbysur rezultatin Smajl Lativi që siguroi edhe një mandat. Kurse kryetarit aktual të Qilanit, Alban Hysenit, 535 votat e diasporës, apo mbi 72% e totalit, vetëseja të luan fitoren edhe ashtu binëse. Tërkaq, në klokat votat e diasporës deri pas ditën e së shtunës nuk u përdisuan, ani pse ato nuk kanë ndonjë rol, pasi që gara u përmbyllën dhe pa filluar pas tërheqjes së kundërkandidatit të listës serbe. Derisa procesi i zgjedhjeve lokale po përmbyllët nga zgjedhjet parlamentare të shkurtit, institucionet ende nuk janë krijuar. Kuvendi tashmë është i konstituar, por komisionet ende nuk janë formuar. E këtë ja kërkoi sot presidentja Vjosa Osmani, krye parlamentari Dimal Basha me një letër pas telasheve në RTK me buxhetin dhe pagat. Mbi 700 punëtorë të radio-televizionit të Kosovës kanë mbetur pa paga. Shkaktar mbetet situata e bllokuar në të cilën është aktualisht Kuvendi i Kosovës. Ky institucion akoma s'ka krijuar trupat parlamentar. Pikërisht për këtë arsye të shtunën presidentja e vendit Vjosa Osmani ka adresuar një letër tek kryetari i Kuvendit Dimal Basha me një kërkesë specifike. Për këtë arsye, përmes kësaj letre i u bë thirrje të gjitha grupeve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës që të gjejnë kompromis dhe që urgjentisht të formojnë së paku komisionet e përhershme, ku përfshihet edhe Komisioni për Buxhet dhe Financa në mënyrë që të mundësohet zgjidhja e kësaj çështje urgjente dhe të sigurohen pagat për punëtorët e RTK-s. Në letrën e saj, Osmani gjithashtu thekson se vonisat po rrezikojnë stabilitetin institucional dhe financiar të vendit. Andaj, në funksion të garantimit të stabilitetit institucional dhe financiar të Republikës së Kosovës, si dhe për të garantuar një jetë të dinjitetshme për qytetarët tanë, ripërsëris thirrjen drejtuar deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, që të ndërmerren hapat e nevojshëm për formimin sa më të shpejtë të këtyre komisioneve. Brenda 2025-s, punëtorët e RTK-s kanë organizuar 3 herë protesta, drisa kanë paralajmëruar grevë nga e hëna nëse situata nuk zgjidhet. Pakënaqësi që lidhen me buxhetin, po kanë edhe veteranët të cilët po e akuzojnë qeverinë në detyrë që i kalon jashtë buxhetit të vitit 2026. Kërkesat e tyre dhe që s'po u jep mbështetjen e duhur organizatave të dalë nga lufta. Pakënaqësitë me qeverinë i kishin të shpeshta. Për këtë disa herë edhe protestuan. E së fundi organizatat e dalja nga lufta po e kritikojnë kryeministrën në detyrë Albin Kurti edhe për një shpërfillje tjetër. Hysni Gocati, kryetari i OVL-UÇK, thotë se këto shoqata nuk janë përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2026. Shoqatat e dalja nga lufta, ju vetëm organizatave të rëmbëllë, shoqata e mbajtjeve të dëshmorëve në bazë informacionet të sakta, ju që po kjo shumë e vërtet, mund me pyetje edhe në qeverinë në detyrë për buxhetin ministerial nisa ka fut në buxhet heq. Po ju vetëm këtë vit, po që 5 vite qeveria nikje apo qeveria që në detyrë, Albin Kurti që 5 vite nuk e ndan asnjë parë për shoqatat e dalja nga lufta. Më tej, ai shton se njëjti ekzekutiv ka ndaluar riabilitimin e invalidëve dhe veteranëve. Kështu që kjo qeveri është tu gabu shumë. Ne kanë dalë edhe mjetet, kjo qeveri asnjëri nuk e çon me shëru jashtë. Kjo qeveri ne kanë dalë edhe riabilitimin që keni pasur për bonja. Asnjë invalid, asnjë veteran, asnjë familje dëshmori deri sot kjo qeveri s'ka çumboj. Çfarë më keq që kanë dalë gjitha. Po më keq që shërimin e kanë dalë. Se ne invalid e kemi me ligj. I pari i veteranëve liston një sër kërkesash specifike. Si me të lypluks, vetëm të shpenzimet tona që e harxhohen për organizuar dalë nga lufta, rryma, ujë, flamojt në përvorizat të shmorëve, shpenzimet e rrotimit që kemi jashtë, këtu jemi të lyp, asnjë metalik një më shumë se kërkojmë. As kërkojmë paga, ne vetëm të shpenzime që shkojmë për organizuar gjithmonë, me një projekt që e bojmë na, me një plan që ja çojmë të realizojmë, edhe aja ka qenë shuma 48.000 euro për para.
edhe tash nuk lunë plus minus më të 2-3.000 euro, po jo kjo qeverisë ka ndonë po rekord. Prapë si vjetë se ka fut në buxhet për 2026. Derisa adresoi krejt këto kërkesa ndaj qeverisë në detyrë të Kosovës, Gucati ritheksoi se gjendja e veteranëve dhe invalidëve mbetet e vështirë, jo vetëm në kuptimin material, por edhe në atë shëndetësor. Pikërisht, organizata veteranëve të luftës mbaj nesër e diel në Strasburg protestën e radhës kundër dhomave të specializuara. Në anën tjetër të hënën pritet nisja dëshmisë të rëndësishme e komandantit Wesley Clark. Kjo në fund të gjykimit në rastin e krerëve të UÇK-s, pasi Clark është dëshmitari i fundit i mbrojtjes dhe kjo pritet t'i hap rrugë fazave të fundit të procesit. Këshilli koordinues i shoqatave të dala nga lufta ka ftuar për pjesëmarrje masive në protestë nesër në Strasburg, vendin ku miratua raporti Dick Martit. Me pjesëmarrje të qindra mijëra personave, protestat u organizuan me thirrjen për drejtësi nga gjykata speciale në Hag, ku po gjykoni ish krerët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Fillimisht protesta e parë ishte mbajtur në Prishtinë, më pas protesta e dytë u mbajt në Hag, afër dhomave të specializuara të Kosovës, ndërkaq protesta e fundit u mbajt në Tiranë, gjithashtu pati edhe një aktivitet me motocikleta ku tashmë shumë motorist shkuan afër gjykatës speciale. Për krerët e UÇK-s dhe zvarritjen e procesit gjyqësor të tyre, ka folur në një intervistë ish ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch. Ai tha se udhëheqësit e luftës do të lirohen derisa komentoi edhe zhvillimet politike në vend. Optimist se do të shpallën të pafajshëm dhe do të lirohen. Kështu shprehet ish ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch për ish-krerët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Ai thotë se procesi gjyqësor ndaj tyre është i zgjatur. Derisa beson se deklarata e generalit Wesley Clark në Hag do të jetë po e njëjta me të tjerat. Ai ende nuk e ka dhënë deklaratën, por unë e di sigurisht se çfarë do të thotë. Ai do të përsërisë të njëjtën gjë që kanë thënë edhe të tjerët, se brenda UÇK-s nuk ka pasur një organizim të tipit hierarkik, nga lart poshtë apo çfarëdo forme tjetër të centralizuar. UÇK-ja ka qenë një organizatë e decentralizuar. Holandezi ka komentuar edhe zhvillimet politike në vend, veçmas ngërçin institucional disa mujor. Ajo shpreh i çuditur me tentimin për mbi 50 herë të vetëvendosjes për të bërë kryeparlamentare Albulina Haxhiun. Kjo është pak e vështirë të thuhet me saktësi, por sigurisht situata ka qenë e çuditshme. Ishte e pazakont që një kandidat për kryetar të kuvendit të propozohej 56 herë edhe pse dijej se nuk do të zgjidhej. Pse të vazhdohej me një proces që nuk çonte askund? Askush nuk mund të thotë se kjo nuk është diçka e çuditshme. Kurse për shefin e Haxhiut, Albin Kurtin dhe raportin e tij me ndërkombëtarët pati një krahasim. Nuk e di çfarë të them për marrëdhëniet e Kurtit me komunitetin ndërkombëtar. Në Kosovë shoh që ka shumë njerëz që nuk po punojnë bashkë dhe kjo është sigurisht shumë e keqe. Siç e dini, un kam qenë më herët në Shqipëri dhe atje ishte nivel ekstrem. Njerëzit që urrejnë njëri tjetrin, që akuzonin njëri tjetrin për gjërat më të këqija të mundshme. Gjithmonë Kosova merrej si shembull, sepse njerëzit ishin më të sjellshëm. Por duket se edhe kjo ka ndryshuar pak. Edhe këtu njerëzit kanë filluar të sillen keq, jo aq sa në Shqipëri, por prap. Nuk duhet të shkoni në atë drejtim, ku çdo gjë që bën opozita quhet krim. Ambasadori holandez Robert Bosch ka qenë jashtëzakonisht i zëshëm për punën e gjykatës speciale, duke kritikuar disa herë zvarritjen e procesit derisa zhvillimet politike brenda vendit i ka komentuar rrallë. Ndërkohë, disa proceset gjyqësor që po mbahen në Kosovë po bën ndaj të dyshuarve për spionazh e bashkëpunim me institucionet sekrete serbe. Në anën tjetër, Serbia duket se është duke u futur në një fazë të re të operacioneve të spionazhit kundër Kosovës. Këtë herë fokusi i tyre është i dyfisht rritja kapaciteteve teknologjike dhe forcimi i infrastrukturës operative ku përfshihet edhe infiltrimi i spionëve. Krejt kjo po ndodh në një kohë kur institucionet e sigurisë së vendit, pas aksioneve të shumta të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, kanë goditur disa prej rrjeteve të saj që ishin aktive në territorin e vendit tonë. Dokumentet zyrtare të projekt buxhetit të Serbisë tregojnë se për vitin 2026, BIA do të disponojë afër 89 milion euro, rritja më e madhe e viteve të fundit, madje dukshëm më e lartë krahasuar me buxhetin e 2024-s dhe të 2025-s.
E kjo ngritje buxhetore vjen pikërisht në kohën kur në Kosovë numri i arrestimeve për spionazh në favor të Serbisë është rritur dukshëm gjatë 3 viteve të fundit. Disa u arrestuan për mbledhje të informacioneve nga institucionet kyçe të sigurisë, disa prej tyre ishin edhe pjesën e një rrjeti të gjerë spionazhi. Në dokumentet e qeverisë së Serbisë, një pjesë e konsiderueshme e fondeve të BIAS është e kategorizuar si programe konfidenciale të sigurisë kombëtare, ndarje buxhetore që nuk shpjegohet, nuk ndahet dhe nuk i nënshtrohet transparencës publike. Në anën tjetër, për keq përdorim buxheti në Kosovë po akuzohet ministri e Tregtisë Rozeta Hajdari. Ndaj saj po kërkohen veprime konkrete, siç është lirimi nga detyra. Për një skandal që dëmtoi shtetin në rënd, mohoi çdo akuzë në drejtim të saj. Të premten, ministrja në detyre Tregtisë Rozeta Hajdari e quajti madje të kundërligjshëm edhe sigurimin e provave nga policia për rastin e keqpërdorimit me rezerva shtetërore. Akuzat e kritika që i hodhin në drejtim të prokurorisë speciale u kritikuan ashpër nga ish-kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala. E sulmoi sistemin e drejtësisë, të marrë parasysh se sistemi i drejtësisë është i pavarur dhe pushtetit janë të ndarë, ekzekutivi dhe gjyqësori të ndarë dhe nuk lejohet ndërhyrja e ekzekutivit as legjislativit në sistemin e drejtësisë. Prandaj gabimi kemi edhe vërejtje edhe nga ana e institucioneve ndërkombëtare se kjo cilësohet si ndërhyrje. Sipas Shalës, kryeministri Kurti duhet i largojë nga detyra derisa të vendoset drejtësia. Në fakt, ky si kryeministër do të jetë shembull edhe të thotë derisa të vendos drejtësia, të në pafajshëm, mirë po duhet të largohen nga detyra, se nga me këtë kauz janë arë në pushtet ta, që mos ketë asë një ministër, asë një person zyrtar me akuzë në funksion shtetënore. Në anën tjetër, avokati Tom Gashi situatën e sheh ndryshe. Ai thotë se dorëheqja e një politikani duhet të vijë vetëm atëherë kur shpallet fajtor. Pas kritjes së një akt akuze merret ka pas deklarime që dikush duhet të jep dorëheqje dhe nëse fillon një hetim ndaj tij apo ndaj saj, besoj që juridikisht nuk qëndron, mendoj që duhet të jep dorëheqje apo të shkarkohet vetëm një person çfarë do lloj posti që mban, qoftë ministër apo zyrtar i lartë apo i mesëm, çfarë janë faktikisht në themin e punë shtetërore, nëse ai shpallet fajtor me gjykim të plotfuqishëm. Po një lloj siç tha Hajdari të premten, edhe Gashi e konsideron se ka premisa të luftës kundër vetëvendosjes. Dihet që lëvizja vetëvendosje, themi prej që ka marrë pushtetin në qeverinë Kurti 2 posaçërisht, janë dërguar rreth 250 kallëzime penale dhe vlera e tyre është milion, që do thotë mund të jenë edhe qindra miliona që pretendohet që janë keq përdorur dhe deri më tani nuk kemi pa ndonjë deklarim publik të prokurorisë çfarë është duke ndodhur me ato kallëzime penale që janë prapë përsëris rreth 250. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se në këtë rast buxheti i shtetit ka pësuar një dëm prej rreth 3 milion eurove, pas dyshimit se aso kohe kishin blerë një sasi vaj dhe një sasi gruri jashtë vendit, që nuk kishin arritur kur në Kosovë. E akuza nuk do të ketë për vdekjen e një mbikëqyrësi ndërtesën në Brooklyn me nacionalitet shqiptar, i cili u gjet me një dëmtim në kokë, pasi burimet policore thanë se ai u konfrontua me një person që kishte hyrë pa leje, i cili mund kishte vjedhur paketat e banorëve. Autopsia burim Havolli zbuloi se ai vdiq nga një gjendje mjekësore e parshme dhe prokuroria e qarkut Brooklyn përcaktoi se nuk kishte element kriminal të përfshirë, sipas policisë së New Yorkut. Një person që po konsideroi dyshuar në lidhje me vdekjen e Havollit ishte marrë në pyetje, por më pas u lirua dhe nuk do të përballet me akuza, ka njoftuar policia. Burimet më vonë thanë se mbikëqyrësi 41 vjeçar kishte një bllokim të rënd të një arterie. Tërkaq një burr ka humbur jetën të premtën në mesditë në Mirazh të Ferizajt, ai ra në kontakt me rrymën derisa po punonte mbi pullazin e shtëpisë, njoftoi policia. Është raportuar se viktima mashkull kosovar, derisa ishte duke punuar në pullazin e shtëpisë, ka rënë në kontakt me rrymën dhe si pasojë ka humbur jetën. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku, ndërsa me kërkesë të familjarëve dhe konsultim me prokurorin, trupi i pajetu është liruar familjarëve për ceremoni mortore, njoftoi policia në raportin 24 orësh.
E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të shtune, gjithë ju që na ndoqët për t'u informuar. Faleminderit, ndërkaq që vetëm pas pak ju pret këtu në televizionin 7 emisioni sportiv favorit. Faleminderit për vëmendje, mirëmbëjtje.